Slide-in që sapo ndoqet, pat është një çift të cilët janë duke fjetur. Njëri është duke I parë ëndrat, më fal, faktikisht dy shohin ëndra, mirë po ai që tregon me atë burri që tregon që është duke parë ëndër, ai I mban mend të nesër. Tërsa gruaja I shef ëndrat, mirë po nuk mban asnjë gjë mend. Në këtë rast, kush ju përfaqëson juve? Do më interesonte komenti juaj. Të më lini në koment. Vazhdoni. Shumë shkurt, tek kanali tjetër në YouTube, Chelsea e Art, që hap çdo derë, atje do ju flas në një video speciale për punën e ëndrave dhe ndikimin e tyre në këtë realitet. Vazhdoni. Përshëndetje. Sot kam kapur një tek për të cilën do flas pak. Ka teme ëndrat. Faktikisht, ëndra sheh secili nga ne. Pavarësisht se I mbajnë mend apo nuk I mbajnë. Mirë po, për juve që nuk I mbani mend ëndrat, ose mbani shumë pak mend, fragmente të vogla, atëherë kjo është një shenjë që juve ju janë bllokuar qarqet e trupit, nuk funksionojnë, sidomos kjo këtu, syri I tretë ashtu quhet. Sa më shumë Ti mbani mend emrat, ëndrat, sa më shumë pjesës të saj dhe sidomos nëse arrini deri në atë pikë që edhe ti komandoni, nëse jeni të vetëdijshëm që jeni në ëndër, edhe I komandoni situatat atje brenda, fjalë mund të ndërhyni, atëherë do thotë është shumë e hapur deri pothuajse plotësisht e hapur, intuitiv, se syri I tretë. Si I thonë, unë I them syri bijes. Prandaj, këtu është ashtu ata përgjigje dhe për ata që e kanë, nëse që I mbajnë mend ëndrat dhe që I komandojnë, do thotë që ka të hapur. Edhe duhet të vazhdojnë të punojnë në atë drejtim, fjalë ata që janë duke bërë fjalë janë duke bërë gjëra në duhur. Ndërsa ata që nuk I mbajnë mend ashtu, janë fjalë do të ndryshojnë mënyrën të ushqyerit, sasinë e ushqimeve që marrin, mënyrën e të menduarit, edhe aktivitetet në natyrë. Sepse kështu e ndihmon pa harruar këmbë, zgjuar me këmbë tokë. Besoj mos jetë bërë shumë e bezdisshme kjo, por kjo me këmbë në tokë apo me këmbë në ajër. Okej, mos harroni të abononi, ishte lart, e kalofshi ditë të mbarë. Shëndet.